Thot profeti alayhi salatu wassalam, ka një derë në xhenet thot që quhet Er-Rayyan, dera e shuarjes së etjes. Er-Rayyan quhet ajo që të shuan etjen. Dhe thot te kjo derë do të hyjnë të gjithë agjëruesit që kanë agjëruar për Allahun xhaleshanuhu me niyetin edhe me shpirtin e pastër dhe me përkushtimin maksimal. Derisa të futet edhe i fundit prej tyre, thot profeti alayhi salatu wassalam, për në xhenetet e begata, nga kjo derë, e pastaj do të mbyllet dera e agjëruesve dhe nuk hyn më askush tjetër përveç tyre nga kjo derë. Pra për ata cilët agjërojnë për Allahun xhaleshanuhu, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, kush agjeron Ramazanin duke shpresuar shpërblimin tek Zoti me besimin e plotë tek Allahu xhaleshanuhu dhe duke shpresuar shpërblimin vetëm prej Zotit, si thamë në fillim të fjalës tonë, agjërimi është vepër që bëhet vetëm për hatër të Zotit, për asgjë tjetër. Duke qenë se vërtetësinë e agjërimit e din vetëm ti edhe Allahu xhaleshanuhu, ai i agjërueshëm, as i agjërueshëm, apo e mban ashtu siç duhet me shpirt edhe me përkushtim, apo e bën agjërimin tënd që ti të ngrihesh shpirtërisht edhe të pastrosh zemrën dhe shpirtin tënd, ashtu siç vërtetësinë e agjërimit nuk e din vetëm se Allahu xhaleshanuhu, ashtu edhe agjërimi nuk bëhet vetëm se për hatër të Zotit. Nëse do të bëhet për një shpërblim tjetër, dikush mund të hiqet sikur është agjërueshëm dhe nuk e bën agjërimin, nuk e bën me shpirt, siç e bëjnë besimtarët për Zotin e tyre. E prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam neve na thot që ata besimtarë të cilët agjërojnë për Allahun xhaleshanuhu me shpirt e me zemër, është një derë e xhenetit e përgatitur për ta si shpërblim prej Allahut xhaleshanuhu.